shqiptarëve. Unë nuk u kam bërë thirrje si që bëjnë thirrje diktatorët që grumullojnë një klik rreth tyre dhe pastaj mbajnë pushtetin në mënyrën si që mban Sali Berisha apo Edi Rama. Unë kam bërë thirrje, hajeni, ktheuni në Shqipëri, t'i dalën zotë vendit, të rrëzohet kjo klasë politike, të zhduket në faqeveu, ora të zhduket fizikisht, po them. Janë bërë rrezik, këta janë rreziku themelor, kryesor i Shqipërisë. Janë këta tradhtarët dhe këta spionët që na qeverisin, të ndarë në dy pjesë, por që janë komunistët e Enver Hoxhës. Ata po na qeverisin. Po them një fakt që të tëre shikoni, po asnjëri nuk e diskuton. Janë vendosur të gjitha simbolet hebraike në Tiranë. Ke dy piramida tek Zogujzi, ke Sheshi Skënderbej u bë piramidë, ke dy pallatet që ndërtuan sinagogat që fute ngjitur me Bashkinë e Tiranës dhe në krah të bashkisë të xhami. Ç'ke që ka të ne ata I kemi shpëtuar edhe nga periudha e luftës, edhe ata janë mirënjohës, na e din këtë. Ç'a na din? Mirënjohjen që I kemi shpëtuar në atë periudhë. Jo, atë mirënjohje kryen një pushtim nëpërmjet simboleve të tyre kanë pushtuar Shqipërinë. Jo zotëri, ku I kemi simbolet tona? Ku janë? Që më duhet mua, përse më duhet mua të vendosen dy piramida njëra maj, që janë simbolet tipike masone? Përse? Qarë edukojnë ose qarë inspirojnë të qytetarë shqiptarë, të breziri? Avokat, a donim ne hapjen e kufive, liberalizmin, globalizmin, imperializmin, po të gjitha. Ja u hapën kufit, ka të mirat, ndoshta ka edhe ato që ju thoni që s'duhet jenë. Më falë. Secili nga ne e mban hapur derën e shtëpisë dhe pret miq. Por nuk pranon asnjëri nga ne që miku të vit bëhet zot shtëpie. Dësa me Shqipërinë ka ndodhur kjo e dyta. Në Shqipëri janë bërë zot shtëpie të huajt. Unë e thash dhe radhën e kaluar, nuk e di me kë nga kanalet kam thënë që në 2021 ky sharlatani ynë, ky antikombëtari ka shitur pjesën e detit u ka dhënë grekëve. Ka firmosur Edi Rama. Po, kemi diskutuar bashkë. Për të mos thënë pasaj tradhtinë e madhe që ka bërë duke krijuar dy bashki me minoritet grek. Që në fakt s'ka pse të ketë bashki Finiqi. Dhe nuk ka pse të ketë bashki ai Dropulli. Jo zotëri. Ata janë minoritarë këtu. Ata gjithsej janë, apo si janë minoritarë grek në Shqipëri, janë tani s'kanë betur as 3-4.000, po kanë qenë rreth 30-35.000. Del greku tani dhe thot jemi 500.000 minoritarë në Shqipëri. Me miratimin e shokut Edi Rama. E këti... Avokat, po problemi është që për ta lidhur çik edhe me atë që po ndodh në botë. Po pushtoi Trumpi Groenlandën, Danimarka tha që NATO ka rënë, edhe kur ra NATO, ne si do mbrohemi pastaj? Se fqinje deri tani na mbrojnë me avion hapësirën ajrore, ne ushtrinë e kemi siç e diti më mirë se unë, siç e dini ju. Atëherë, më dëgjoj me vëmendje. Na erdhën të dera pastaj avokat. Në qoftë se Amerikanët do hyjnë në Groenland, është e drejtë e tyre se e kanë në turi, e kanë kufi. Dhe Groenlanda nuk është ndonjë shtet, kush e di se çfarë. Praktikisht ka përfunduar. NATO praktikisht ka përfunduar. Ne na mbrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush pëllet edhe ulëret për NATO-n? Kryeministri jonë. Ky thot NATO, Evropa, Bashkimi Evropian, kur nuk do shkojnë shqiptarët në Bashkimin Evropian, nuk kam thënë edhe po e them prapë, sepse vetë Evropa e Bashkuar do shëmbet. Ndërsa sa i përket Groenlandës, por nuk do lërë Amerika që të vërë raketa në turit të tij ai rusi. Jo zotëri. As në Venezuela, as në ato vendet narkotrafikante që po kanë pushtuar gjithë botën me kokainë. Jo në ka shumë të drejtë, po ta them unë ka shumë të drejtë. Avokat, për të rikthyer tek hallet e problemet tona këtu, pas asaj që ndodhin në Venezuelë, një nga kolegët, në mos gaboj, Anduela Labani,
mbrëm tha që kryeministri do ketë një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra kjo sikur i rrezon gjithë ato skenare dhe dëshirat e opozitës që të ndodhë diçka nga Trumpi. Ja dhe ai, kreu i qeverisë, mund të shkojnë në Shtetet e Bashkuara, takime, marrëdhënie dypalshe, rritje bashkëpunimit,